Prokuroria e Fierit ka sekuestruar 17 pasuri, mes të cilave kompani private, apartamente, toka dhe njësi tregtare në pronësi të 3 shtetasve të dyshuar për trafik droge dhe pastrim parash. Hetimet për këtë rast nisën pas informacionit të sektorit për hetimin e pastrimit të parave dhe aseteve kriminale, i cili evidentoi përdorimin e pasurive nga të dyshuarit dhe familjarët e tyre si mjet për pastrimin e parave të fituara nga veprimtaria kriminale. Prokuroria bën me dije se 3 shtetasit në bashkëpunim me të tjerë vepronin si grup i organizuar kriminal dhe transferonin miliona euro nga Italia drejt Shqipërisë përmes autobuseve të linjës për udhëtar. Njëri prej të dyshuarve kishte qenë i dënuar nga autoritetet italiane në vitin 2006 për trafikim dhe mbajtje të palishme të drogës dhe ishte shpadhur në kërkim nga autoritetet italiane. Gjithashtu në qershor të vitit 2024, 2 shoferë të kompanisë AT, tashmë e sekuestruar, u arrestuan pasi u gjetën mijëra euro të dyshuar se të ardhura nga trafiku i drogës. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit të veprimtarisë kriminale dhe pastrimit të parave.